Nxënësit kanë pasur shumë autoritet. E që sot vjen keq me thonë që krejt bara bjen mbi krahërorin e mësimdhënësit. Do me thonë, nëse një fëmijë ka pas probleme ose ka bërë probleme në shkollë, ajo shqyrtohet te shtëpia prej familjarëve të vet. Pse ti se ke dëgju mësuesin ose pse ke shkaktuar probleme. Sot vjen keq me thonë, po pak kemi prindë që e qërtojnë fëmijën pse ka shkaktuar problem. Shkojnë e qërtojnë mësimdhënësin. Përkundazi, gjithmonë bara bjen mbi mësimdhënësin. Gjithmonë faji drejtohet ka ata për gjithçka. Prandaj edhe autoriteti i mësimdhënësit ka ra duke mos pas mbështetjen sa duhet prindërve, siç ka qenë dikur. Edhe sigurisht fëmijët para një kohe kanë pasur edhe marrë, edhe gjuna, edhe frikë. Vjen keq me thonë, po fëmijët sot nuk kanë marrë, nuk kanë turp, nuk kanë gjuna. Edhe nuk po kanë frikë. Edhe krahas kësaj sigurisht mungon edhe respekti. Vjen keq me thonë, po është një aktualitet që ndoshta na tentojmë me mshef, po është ky me cilën na po jetojmë çdo ditë. Sepse nëse ti flet me një mësimdhënës, besom që çdo ditë secili mësimdhënës ballafaqohet me sfida të ndryshme. Prej ku vjen sfida prej nxënësve. Është e dhimbshme. Po na duhet si shoqëri mos me elan, mos bëj kaq shumë, mandej kërkojna arsim cilësor. Si mund na merrit atë një arsim cilësor ku na elementaret në bëna shkollës respektin e mësimdhënësit, fjalën e tina nuk respektojna, nuk e dëgjojna. Ku me arrit na me një mësimdhënës, ku me arrit me mësu çata fëmijë, ku me arrit me shpjeguar në klasës. Shpesh tham vjen shumë keq sepse nuk kam pas raste nga afër si pedagogën e shkollë. Shumë mësimdhënës nuk e kanë hallin qysh me shpjegu mësimin. Qysh me shpjegu një lanë caktume. Për kanë hallin qysh me nejt 45 minuta mbrana orës mësimit prej nxënësve. Nuk mujna me kthy fajin gjithmonë vetëm ka nxënësi, sepse ata janë në formim të karakterit të tyre. Ata janë në kohën e adoleshencës. Na nuk mujna ndoshta as me fajsu edhe prindrit, po do të me fuqizu bashkëpunimin mes shkollës, mes prindërve, mes nxënësve, edhe me gjetë bashkarisht problemin.